Në një situatë hipotetike përsëritet rezultati me plus minus do përqindje, a shkon Lidhja Demokratike e Kosovës me Albin Kurti? Shka më përgjish para se me të përgjish ty, as kemi kohë. Po bën. Për dalim nga gjuha e lëvizjes vetëvendosje dhe fatkeqësisht e juaja, që ne rreshtohemi disim me Serbinë dhe eksponentët e tyre në Kosovë që me e zhbë Kosovën, unë nuk kam fjalë të tilla për asnjë shqiptar, përfaqësues të shqiptarëve të tjerë në kuvendin e Republikës Kosovës. Dhe unë mendoj që gjithçka në raport me Serbinë dhe Veriun duhet të jetë një, të themi, guxim dhe veprim kolektiv mbar shqiptari i Kosovës, sepse Serbia është eksponenti problematik. Lista serbe për brenda është vetëm një vegz e problemit real. Ta përfundoj. Isa Mustafa e pranoj, u bobur. Dikush e ka bërë lëvizjen e 90-ave. Dikush e ka bërë Vjenën. Dikush e ka bërë GND-n. Dikush e ka bërë qarmatosjen e eksponentëve sërbë në Veri. Dikush i lufton edhe bandat. Por në të gjitha momentumet paraprake kur Serbia ka dhënë dhe Kosova ka fitur, nuk i kemi prish punë me aleatët tonë. As atëherë kur kemi refuzu që për krijimin e ushtrisë mos me i dhënë vendet rezervume shtesë sërbëve, nuk i kemi prish punë me aleatët tonë, pavarësisht që kemi pas shumë insistime dhe hatërmbetje. Kur publikisht nuk kemi dalë me folë për kërkesat e tyre, kur publikisht nuk kemi dalë mi quajt naiv. Është hera e parë në historinë e Republikës Kosovës, që ne arrim diçka ndaj Serbisë, por jemi të sankcionum. Për herë të parë në Republikën e Kosovës, s'ka lidhje për juve, zotri Ramabaja, 25 pika që e sakatonin Ukrainën, ata i refuzuan. Orientimi pro-perëndimor është në themelet e Republikës së Kosovës. Orientimi pro-perëndimor kur të më shkojnë Veriu? E ne një shtuat që ka ki bunë marrëveshje tonë nëse po ndjeni ashtë pa fajshëm në krejt procesin në raport me Serbinë. Si është e mundën që i kini një shtuat marrëveshje tonë? Unë heqë dorë prej Evropës pa Edhe vetëm një qështë e sepse më herët e the një gjë që nuk qëndron. Në raport me takimet në presidencë, për çështjen e votimit në pako të ligjeve dhe planit rritjes. Kërkesa ka qenë që për me të i kalu absurdin që qeveria me propozu diçka për legislativin cilit nuk i takon, me shku pako e presidentës me propozim nga presidentja. Propozim nga presidentja për një pako që të i kalon absurdin, jo sepse qeveria e propozoj. Jo, ajo ju kishte afrue ma dje para se me nënshkru aktin e shpërndarjes. Si pas ke për cilë këto. Prap propozues në fond doli tjetë qeveria. Dhe atë, ideja ka qenë që të ulen palët, të ketë njoftime gjatë periudhës që ata i shfrytzuan 15 ditë, kur kërkush se kaftu as LDK-n, për të tjerat s'po flas, hajdet ulemi shikojmë çka saktësisht kemi futur në ato ligje. Bukur çfarë. Para se ta nënshkruaj aktin e shpërndarjes parlamentit, i ka ftuar dhe ka bisedu, kanë kërku kushtzim 14 shkurtin. 14 dhjetorin. Mas pari LDK-ja ka kërku 21 dhjetorin si mundësi për datë të zgjedhjeve për arsye teknike, cilat i thash. Por asë njerës ka qenë plotësisht kundër datës 20 dhjetor. Arsye teknike ato, a? Bënu e sinqert, s'është arsye teknike, është politike, puro, si thojnë italian. Politike, mëre, që ata njerës prap kanë me të votu. O kanë marrë këto, kanë me votu me post, ose në ambasada. Se po mendon që s'kanë me votu, s'po të kuptoj. Apo mendon që kemi pas me anullu ambasadat edhe votat me post, a qka? Qush po e bon këtë? Pati një lojnë KQZ dhe me votimin me post. Po lojë se do ishit me e-mail me qusende, që mundet mu kontrabandu e mu bo... Dhe këto me post tek tash për ju shkojnë ato të para. Për fund. Për fund. LDK-ja më vendi nuk e lem pa qeveri. LDK-ja po garon që me qenë pjesë e qeveris, LDK-ja po garon për me udhëheq qeverin. Personalisht nuk do të flasë për pritshmërit në raport me përqindje, vetëm për një arsye. Për faktin që në shkurt këtij viti kam pas pritshmëri të tjera për shkak lehtësimit të terrenit që e kam bërë, për shkak të energjisë që e kam parë në terren. Por një gjë është e qartë, hendeku jon me lëvizjen vetëvendosje nuk ka lëviz. Nuk ka lëviz përkundrazi, me gjuhën që po vazhdojmë e pa çdo ditë. Me këtë që ka ndodhur këto 8-9 muaj në Republikën e Kosovës, sinqerisht nuk e shoh se si mund të ndodhë përafrimi që folët ju më herët, ideologjik e fundamental, me një lëvizje të tillë ekstremisht antisistemore. Nëse mbeteni forca shtret, koalicion keni me bë me vetëvendosjen. Unë nuk mund të flas hipotetikisht se si do të jetë rezultati ardhshëm, por përfundimisht dhe fjala e fundit nuk dua të besoj as 1% që qytetari i Republikës Kosovës i ka pa 9 muaj
duke e blokuar kuvendin e Republikës Kosovës, duke e fyer inteligjencën e qytetarit Republikës Kosovës, me interpretimet përqëdme të Kushtetutës Republikës Kosovës, dhe prapë